Nata e Kadrit është nata më e mirë e Zotit, e cila nuk konkurohet dot nga asnjë natë tjetër. Nata më e zgjedhur e Allahu xhallal xhelalu. Fakti që Zoti të zbriti Kur'anin mjafton për të kuptuar se ç'është nata e Kadrit. Gjithë Kur'ani ka zbrit natën e Kadrit. Gjithë, nga qielli i 7 në Beitul Izza. Pastaj nga Beitul Izza, pra, si më thon, qabën e qiellit parë e ka marrë Xhibrili pastaj sipas situatave, sipas kohëve etj. Mjafton vlera e kësaj nate që gjithë me lajket e qiellit zbresin atë natën në tokë. Gjë që tregon se është një natë jo si netët e tjera. Mjafton që Zoti thotë në Kur'an është më e vlefshme se 1000 muaj, më e vlefshme, jo e barabartë. Gjë që tregon se mjafton që pejgamberi sa çfarë ka thonë për Ramazanin, e ka thonë për natën e Kadrit, tregon se është e veçantë. Ka thonë për Ramazanin, ai një që i kalon netët e Ramazanit me lutje, me adhurim dhe me namaz, me besimin në Allah dhe duke shpesuar shpërblimin e tij, Zoti do falë gjitha gjunat. Ka thonë për natën e Kadrit, ai një që e kalon natën e Kadrit me lutje dhe me adhurim, me namaz, me besimin në Zot, me besimin në Allah dhe duke shpesuar shpërblimin e tij, Allahu do t'i falë gjitha gjunat. Pra unë them që nata e Kadrit është si El Fatihaja në Kur'an. Nata e Kadrit është si El Fatihaja në Kur'an. Ashtu si Zoti i Madh i tha pejgamberit alayhis salam, "Wa laqad ataynaka sab'an min al-mathaniya wal Qur'an al-azim." Ty o Muhammed kemi dhënë 7 e përsëritshme dhe Kur'anin madhështor. A kuptonte çfarë ka thënë pejgamberi alayhis salam apo jo? I ka dhënë 2 mirësi, thotë. El Fatihan dhe Kur'anin. Të njëjtën gjë ka thënë pejgamberi sa për natën e Kadrit. Dhe të njëjtën gjë ka thënë për Arafatin. El Hajju Arafa. Haxhi është Arafat. Pra aq vlerë ka Arafati sa pos bën Arafatin del pa haxh. Aq vlerë ka El Fatihaja sa që pos e lexove del pa namaz. Dhe aq vlerë ka nata e Kadrit sa që e ka barazuar me. Për këtë arsye, muslimanët e hershëm dhe muslimanët në përgjithësi i kanë kushtuar rëndësi natës Kadrit. E kanë kërkuar në 10 netëshin e fundit, kanë net pa gjumë, po edhe vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka kërkuar. Pra nuk mund të ketë njeri mbi sipërfaqen e tokës që ta kërkuar natën e Kadrit, siç e ka kërkuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Thotë e kërkoi vitin e parë të natës Kadrit, në fjalë kërkoi 10 ditëshin e parë të Ramazanit. Dhe Xhibrili me të mbaru 10 ditësh i parë, deshi dali nga xhamia, boni etikaf pejgamberi alayhis salam. Boni etikaf 10 ditë. Pse po e bonte etikafin? Për të zënë natën e Kadrit. Me të mbaru 10 ditë e para të Ramazanit, deshi dali nga xhamia, i tha Xhibrili alayhis salam, e ke përpara netë dhe 10 ditë pa dalë për xhamia. Dhe kur mbaroi 10 ditësh i dytë, deshi dali nga xhamia, i tha Xhibrili, e ke përpara dhe neti dhe 10 ditëshin e tretë. Mjafton 30 ditë për të kërkuar natën e Kadrit, kupton çfarë rëndësie dhe vlere. Ai shumë mirë mund të kishte thonë kërkoja 10 netëshin e fundit. Thjesht më na tregon neve se çdo të thotë vlera e natës Kadrit dhe ai që ja din vlerën e kërkon dhe i muj. Thoshte njëri për burrave të moshëm, sikur nata e Kadrit të ishte fshehur në të gjithë vitin, do t'ja vlente që njeriu ta kërkonte gjithë vitin. E jo më që Zoti ta ka fshehur në Ramazan, e jo më që Zoti ta ka fshehur në 10 netëshin e fundit. Për këtë arsye pejgamberi sa them, gjithmonë në 10 netëshin e fundit, mas kësaj ngjarje që ndodhi, natën e Kadrit e kërkonte 10 netëshin e fundit. Bonte etikaf dhe kërkonte natën e Kadrit. Mjafton ky si fakt për të kuptuar se ç'është nata e Kadrit tek Zoti i gjithësisë. Dhe çfarë vlere ka nata e Kadrit tek Allahu xhallahu xhelal.